Shqipëria do të përballet me Serbinë dhe Letoninë në dy takimet e muajit qershor me datat 7 dhe 10 të vlefshme për botrorin 2026. Tekniku i kuqezimve, braziliani Silvinho, në një konferencë për gazetarët, foli për listën e grumbullimit, gjendjen e lojtarëve, vështirësitë dhe pritshmëritë. Ai u shpreh se këto 10 ditë që kanë mbetur duhen shfrytzuar sa më mirë për t'u përgatitur dhe se të 27 lojtarët e grumbulluar janë të rëndësishëm. Është një moment specifik i të gjithë sezonit. Shumë prej lojtarëve mbarojnë sezonin dhe një pjesë mund të jenë shumë të lodhur, disa mund të kenë 10 ditë me pushime. Ne kemi më pak se 10 ditë për të nisur punën. Ky është një moment kyç për grumbullimin. Janë 2 ndeshje të vështira dhe me 2 skuadra që fizikisht janë shumë të mira. Mesazhi për lojtarët është që unë kam nevojë për 27 prej tyre. E kuptoj që ndeshja me Serbinë është pak më veçantë, por ne duhet të fokusohemi tek loja. Ne jemi një skuadër që futemi me zemër në fushë. Janë ndeshje të vështira, por duhet të fokusohemi të bëjmë lojën më të mirë.